Audio Jungle. Përshëndetje, mirë se po takohemi si gjithmonë me mua Diorën në Dita me ne, po shpresojmë që edhe kësaj here, si çdo herë tjetër, ashtu që mundohemi t'ju sillim juve çaste sa më pozitive, sa më të këndshme me të ftuarit tanë, si dhe tema që i përgjigjem çdo ditë për juve. Sot faktikisht kemi të ftuar regjisorin Benjamin Menekshë, i cili do të na flet pak edhe për dokumentarin më të ri, Horo Ano Boro, i cili padyshim është risi dhe sjell historinë dhe sfidat e komunitetit rom në Prizren, duke ndriçuar ndoshta edhe rrugtimin e shoqërisë kulturore, Durmish Aslano. Për më tepër unë kam nderin që sot ta kem të ftuar sot Benjaminin. Benjamin, faleminderit shumë që ke gjetë kohë sot. Edhe po besoj që kemi na fol pak a shumë edhe për krejt rrugtimin edhe finalizimin e këtij dokumentari. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve për ftesën. Jam shumë mirënjohës jam mesin e juve. E përmenda pak a shumë titullin, po deshta me ditë si erdhi ndoshta pikërisht ideja që m'ja kushtu një dokumentar kësaj shoqërie kulturore, edhe ndoshta sepse dim që regjisorët janë zakonisht kreativ, po i vyn edhe motiv edhe nxitje pak a shumë. Si erdhi ideja për me nis këtë dokumentar? Kështu, nëse flasim rrugtimin në fillim, domethënë, është nisur për vitin 2015 në një program që e kena ka pas emrin Balkan Union, disa persona prej Gjermanisë që kanë ardhur edhe kanë majtur trajnime për të krijuar filma ose dokumentar, dhe e pash që ky rrugtim është një lloj shumë rrëfyse për komunitetet tjera dhe të njohin komunitetin ashtu siç është në të vërtetën, edhe mos të krijo domethënë gjithmonë prapavija e stereotipeve që krijohen për komunitete. Dhe në vitin 2018 në Futurisir në Dokufest me një dokumentar i cilin e kam bërë që titullohet Bajrako, që tregon të njëjtën kulturë rome, ishin dy dokumentar të mi të para që kanë krijuar një lloj rrugtimi për me marrë qëtë profesion. Dhe mbas studimeve që i kam përfunduar dhe mbas karrierës time regjisoriale, vendimi për me kriju një dokumentar i tillë erdhi pikërisht prej kësaj që bisedova, sepse ideja për me plasu një të vërtet para publikut është gjithmonë vështirë. Dhe kjo tregon që vetë komuniteti duhet të bën atë për arsye që është gjua e parë. Edhe kur është prej gjuhës të parë, atëherë emocionalisht perceptohet më mirë. Dhe për këtë arsye, Horo Ano Boro, i cili në gjuhën shqipe përkthehet vallja në obor, e ka një histori shumë të thellë, 5 dekador, 55 vjeçar, që tregon një mungesë të një kulmit apo një mungesë të një shtëpie që nuk është dhënë apo nuk është marrë prej krijimit të kësaj shoqërie kulturo-artistike që është krijuar në vitin 1969. Edhe shoqëria kulturo-artistike Durmish Aslano ka pasur krah për krah rrugtimin e vet edhe me shoqëri të tjera, të cilat është Agimia, Budiçnos, Dogri Joll, edhe tani që është edhe Shaski Behar. Pra, këta shoqëri kulturo-artistike gjithmonë e kanë promovuar kulturën e Kosovës në vadhe dhe në muzikë. Dhe rrugtimi i këtynve është ndarë ashtu siç kanë kërkuar, por përveç Durmish Aslanos që nuk ka mujtur të realizohet të krijon një sallë në veti. Pra, këtu i kom nda në 3 faktor të një puzzle-it që nuk është plotësuar me 3 puzzle, e cila puzzle i parë është qeveria vetë, puzzle i dytë është komuna dhe vetë reprezentet politikë rome, dhe puzzle i tretë është vetë romët, që nuk e kanë ngritë zërin dhe nuk e kanë bërë një lloj protesto për të marrë atë. Është një lloj trekëndshi, që absolutisht po, absolutisht. Dhe kjo e sjell domethënë një lloj vetëdijsimi për romët dhe jo romët, që të shikojnë vetë kulturën dhe pasurinë që e kanë, se jam shumë i sigurt që trashëgimia është pasuria më e madhe e një etnie. Edhe nëse nuk e konsideron atë ashtu siç është, atëherë vetin nuk e konsideron. Pra,
mendimi jem është që ky dokumentar duhet të krijohet, të jep një lloj mesazhi aq të fortë te publiku sa që ata të vedisohen, po jo vetëm romët, po edhe jo romët të vedisohen për kulturën dhe pasurinë që e kemi si multikulturor në Kosovë që jetojmë. Po, patjetër një rrugtim sado i gjatë, ndoshta dhe i lodhshëm, po që është finalizuar dhe ne kemi pasur mundësi që edhe dje, ditët e fundit, pra së fundmi, shfaq edhe premiera e filmit. Po, para se me shku të premiera, ndoshta më na tregu pak a shumë edhe gjitha sfidat që keni hasur qoftë dhe gjatë gjyrimeve, gjatë nxjerrjes së dëshmive, materialeve, sa kanë qenë edhe këto sfiduse dhe sa kanë qenë e vështirë ndoshta, sepse kur një projekt i tillë finalizohet, mandej me këshyr pak edhe mbrapa, sepse ka pas edhe sfida, po besoj edhe probleme aty këto, po që krejt në fund është finalizu. Absolutisht. Unë mendoj që çdo rrugtim e ka sfidat e veta dhe sfidat ndihmojnë për me ardhur një sukses i merituar. Sfidat zakonisht në proces të hulumtimeve shfaqen dhe tani të procesimit të atyre hulumtimeve për të krijuar vërtetim të atyre. Mendoj që një hulumtim të cilin e kanë bërë të gazetave Rilindja edhe Bujku, të cilën janë deri në vitin 1986 të arkivuar, të digitalizuar në platformat, domethënë internetit, dhe mbas atyre që kam gjetë shumë artikull të cilën janë shkruar për Durmish Aslanos, përveç asaj që kam kërkuar arkivet të cilën kanë xhiruar prej viteve 1986 apo më herët, që të krijoj një kronologji, i cili kronologjia është prej radios, e cila ja nis rrëfimi, deri në ditët e sotme të vitit 2025, që është... A ka qenë vështirë me gjetë ndoshta këto? Absolutisht, unë mendoj që... Përveç regjisorit edhe një farë pune si hulumtuesa, po i vjen si arkivist, këtë fakt me gjetë arkiva, me hulumtu pak ma shumë, që edhe një punë tjetër, jo vetëm e regjisorit. Absolutisht, përveç do me thonë punëve, nëse jetojmë në Kosovë, absolutisht duhet me bo 2-3 punë për me pas një lloj mbjetimi. Mendimi jem është që përveç që isha edhe menaxheri i projektit, që isha edhe regjisori i projektit, të dokumentarit, po edhe hulumtues, mendoj që kjo më ka ndihmuar shumë të krijoj më shumë emocionalisht dhe të lidhem më shumë emocionalisht për dokumentarin, për me pas më shumë afërmitet me punën. Edhe këtu është një proces që kur përfundu hulumtimi dhe arkiva, vetë hulumtimi i personazheve të intervistuesve janë nisën, do më thonë unë i kom përdor 3 breza, prej brezit të parë deri në brezin e fundit aktualisht. Dhe brezi i parë, problematiki i saj, ky që është salla, i cili kronologjikisht dhe brezi i fundit e ka problemin e njëjtë, salla. Do më thonë, 3 breza janë ndrua dhe ende nuk ka salla, ku ata do të munden me qoftë me bo prova, qoftë me bo skenare të ndryshme, shfaqje të ndryshme, apo çka do të qoftë. Absolutisht, po edhe si cekët e në dokumentar nuk kanë pas sallë dhe s'kanë pas kur, po prap ideja e këtynve problematikave është problemi kryesor, do me thonë që nuk kanë mujtë të protestojnë apo të krijojnë një lloj reagimi serios ndaj kësaj fenomeni, dhe ky dokumentar duhet të jetë një kauz për ringjalljen e kësaj fenomeni dhe të kërkohet ajo që i takon. Pra, nëse flasim për qëtë aspekt, unë mendoj që të 3 brezët e kanë thënë atë që e kanë pas munges, dhe kjo e ka përforcu goxha dokumentarin në aspektin e rrëfimit, dhe mendoj që çdo individ që u konë pjesëmarrës në premier, ka pas atë lloj reagimi që deri dje ndoshta ishte i mjaftum, por prej soti do me thonë është një lloj mesazhi ose një lloj vedisimi se u bën një lloj historie tjetër. Si e pritën ata? Ka pas ndonjë koment që të kam vetë kështu në mend, qoftë prej familjarëve, prej rrethit, prej shoqërisë? Pra, mendoj që vetë brenda shfaqjes së dokumentarit ishin 2 herë duar trokitje. Do me thonë 2 herë të e pa
midis ngjarjes, ajo me pas duar trokitje, më ka ardhur një lloj mesazhi shumë i mirë dhe unë ndjeva shumë tepër e mirë se e prita që hala pa u kry atave që janë nisën me pëlqy. Edhe ata duar trokitjet, edhe ata tani mesazhet në fund dhe çuditërisht edhe vetë ata e kanë harru ato çka e kanë bo. Ishte një rikujtim, a? Kjo ke për ata shumë emocionale, me ardhë familjarët e veta, me më falenderu që ja kom rikujtu babajnë e vetë sa është i rëndësishëm, sa ka dhënë kontribut, me ja rikujtu vllavën e vetë sa ka pas talent në fushën e vallëzimit, ishte një lloj për ata shumë emocionale dhe kjo ka ardhur une shumë në aspekt pozitiv. Po besoj që të ka motivu tash edhe për dokumentare, filma të tjerë, Benjamin. E dim që është shfaq në Prizren, apo a pritet më shfaq edhe në qytetet e tjera, pse jo që me pas mundësi edhe qytetarët e vendit me shiku edhe me pas ndështë dokumentarin? Absolutisht, nëse mendojmë që për me pas një lloj suksesi duhet me pas vazhdimëri për një rrugtim. Dhe mendoj që dokumentari duhet të shfaqet edhe në kino Armata, me bashkëpunim të QKK-s, mendoj që duhet edhe me bashkëpunim të shoqërisë civile, mendoj që sa ma shumë persona që e shikojnë dhe e kuptojnë se sa është e rëndësishëm Durmish Aslano për ruajtjen e trashëgimisë kulturore rome, aq më shumë do të jetë për neve në aspekt pozitive për me pas hapat tona më të sigurta në ardhmërinë tonë. Mendoj që po ashtu edhe në çdo vit në Berlin krijohet një festival i cili quhet Akedikea, i cili është mbledhur të gjitha regjisorët rome dhe filmat e veta. Mendoj që ky do të jetë filmi jemi i tretë që do t'i dërgoj atynve, se ishte para 2 vjetëve, po kam pasur do me thonë rast më konë në atë festival, po ashtu edhe para 4 vjetëve, çdo 2 vjetë po krijohet një dokumentar dhe po reflektojmë, po jo vetëm komuniteti rom, po e vetë Ministria e Kulturës, po do me thonë po reflektohet aty, po dallohet aty, sepse nëse parashikojmë nëse mendojmë para 2 vjetëve, vetë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka plasuar në platforma sociale që ishim 2 regjisor prej Prizrenit, prej Kosovës në Berlin për të përfaqësuar Kosovën në aspektin artistik. Kështu që patjetër që duhet akoma më shumë mbështetje, por që ndoshta kjo nisje është një rrugtim i mbarë, sidomos për krejt qytetarët të Kosovës, sepse ne gjithmonë mburemi me artistat që i kemi dhe që i kemi kaq të talentuar, kështu që kur po planifikohet të mbahet, qoftë në Berlin, zakonisht kur mbahet? Zakonisht e kanë ka muaj 11, zakonisht atëherë kryojnë, po mundet të ndodhë do një ndryshim të do një organizimi që e bojnë ato, po ose në fund të vitit, apo në mes të vitit, ashtu e kanë si proces, po kur do që është, të me thonë ata gjithmonë janë të hapur, të bashkëpunojnë me Kosovën në aspektin artistik dhe të sa më shumë të promovohet kultura edhe historia e Kosovës, sidomos edhe të rome dhe jo rome. Po, a ka ndonjë kriter, a bën ndonjë përgjedhje, sepse po besoj që jo rastisht keni qenë 2 herë atje, edhe po pritet edhe kësaj here me qenë. A kanë ata ndonjë kriter, i shohin fillimisht, parimisht filmat, madje i përgjedhin, apo ç'është ndodh ky selektimi? Absolutisht, për shembull në vitin para 2 vite që isha, aty e pata rastin mu zgjedh si dokumentari më i shkurt dhe në aspekt më të mirë si çmim, po ata e kanë kriteret e veta, po çka e bën më të fort për të përzgjedhur filmat apo dokumentar që e krijojmë janë vetë historia që ekziston në Kosovë. Do me thonë, nuk mendoj që mundet me pas do një lloj bashkëpunimi komunitetet e tjera me komunitetin rom në aspekt artistik si kemi në Prizren, sepse Prizreni njihet si qytet multikulturor, multietnik dhe çdo personazh ose çdo person që mirret me art, me kulturë dhe jo vetëm me këta 2 faktore janë bashkëpunues gjithmonë të komunitetit rom. Fatkeqësisht në vendet e tjera nuk po mundemi me pas që të lloj afërmitet, po për Prizren mund të them që teatri Bekim Femiu është shumë bashkëpunues me neve dhe vetë regjisorët e
teatrit Bekim Femiu janë tregus për neve që mundemi me arritë edhe mundemi me aspektin e çdo kriterit të plotësohet nëse është ideja dhe realizimi në strukturë profesionale. Dhe kjo e bën komunitetin shumë të fortë dhe mund të arritë të çdo lloj qëllimi. Dhe pa dallim kësaj, unë dëshiroj të ceki diçka që arsyeja e dokumentarëve që i krijoj unë janë të vetë komuniteti mos mu zhgënjy ose mos mu demoralizu prej realitetit të vetë që e ka. Sepse nëse mendojmë dokumentarë të tjera të cilën po bojnë jo romët, gjithmonë krijohet një lloj perspektive prej rakursit të lartë dhe krijohet personazhi apo protagonisti në nivel të poshtë. Dhe kjo automatikisht një fëmijë e demoralizon. Tjetër. Kjo edhe kolektive që e shë dhe që i përket ndoshta komunitetit. Po, do më thonë, kjo është ajo që e bën ndryshe, si me thonë, e bën më të veçantë dhe zhanrin e dokumentarëve që i bën jo, dhe po besoj që kjo është edhe një indicje sepse pse arrin me u përgjedh, edhe qoftë në Berlin, po edhe që pëlqejt shumë edhe prej komunitetit, edhe prej gjithë njerëzve që jetojnë këto. Po, absolutisht, unë mendoj që kjo, do më thonë, nuk duhet të krijohet të etiketohet gjithmonë si muzikant apo si personazhe që janë të vis 2-3 të punës. Duhet të krijohet ajo lloj historie që i takon në aspektin reale. Do më thonë, një sen që ka e bën të fortë mendimi jem është dokumentimi. Mos të krijohet histori orale. Nëse kemi histori orale, atëherë çdo kush do të bëhet si telefoni prisht, që është një lojë. Çdo kush ka me tregu paka shumë dhe fund ka me ardhur një rezultat që është kur far lidhje me ato të parën. Por nëse kemi një dokument dhe nëse kemi një argument që ekziston komuniteti, ekziston kultura, ekziston gjuha, atëherë vetë komuniteti ka me pas atë përforcim dhe vetëdijsim edhe krenari mu burr me ato çka është. Dhe unë mendoj që kjo është një rrugtim shumë më i mirë për ata edhe për vetin. Po, e përmendëm paka shumë edhe tërë mesazhe dhe tërë qëllimi yt edhe si regjisor është pikërisht me i motivu, sidomos ata që i përkasin komunitetit të rom. Mirë po, një qëllim tjetër, po themi, është edhe pikërisht kjo thirrja për me bo një qendër kulturore rome në Prizren, cila është një iniciativë mjaft e madhe dhe e rëndësishme, duke marrë parasysh që kemi qendra kulturore të komuniteteve të tjera në Prizren. A mendon që ka me pas në mbështetje qoftë edhe me iniciativa të tilla që përçojnë mesazhe, siç është rasti konkret edhe dokumentari? Absolutisht, po që thonë rruga është nisur. Domethënë nuk është nisur prej meje, është nisur prej vitit 1969. Dhe pa dallim problematikave apo problemeve politike që i kanë pas më herët, tash vetë si aktivist i komunitetit rom, po edhe si bashkëpunues në Prizren për të drejtat e njerëzve, mendoj që ky rrugtim nuk do të ndalet nga jo vetëm unë, por edhe nga drejtori i shoqërisë kulturore artistike apo Fatmir Menekshi. Vetë ai nuk do të ndalet, domethënë, të kërkuarit sallën, po vetë edhe kryetari i Prizrenit, zotri Shaqir Totaj, nuk do të ndalet, besoj që të arrit të na plotëson këtë qëllim, sepse gjithmonë ishte bashkëpunues i jon. Do e di që ishte edhe ai që e votoi për të vendosur gjuhën rome në përdorim zyrtar. Tu e ditë këta faktorët, mendoj që ne jemi gati për me arrit ato që nuk e kanë mujtur ma heret, dhe mbase tutje jam shumë i sigur që kena me pasat cakun që jena tu e dashme marë. Patjetër, kur ka iniciativa që bën me motiv dhe me një vullnet të tillë, Benjamin. Deshta pak me donë edhe anash filmin dokumentarin këtë rast dhe mu fokusu pak a shumë edhe tek rrugtimi artistik edhe tek rruga për mu bo regjisor
a ka gjenë një pasion i kamotshëm, apo ndoshta ka lindë spontanisht si një dëshire jotja? Unë nëse thonë për rrugtimin tim, kisha thënë kështu si rol model, gjithmonë e kam parë të ndjerin të babin tim, sepse ai ishte regjisor i teatrit dhe ka arritur domethënë të krijon 12 shfaqje teatrale dhe për atë dhe ka bërë regji të teatrit. Po ashtu në Prizren kemi teatrin i cili titullohet me emrin e tij, Teatri Rom Nexhip Menekşe, është prej vitit 1996 dhe afër 30 vjet është në funksionim dhe kjo tregon që ai ishte një udhërfysi im për me marrë këtë profesion dhe prej si isha fëmijë, të them në moshën 8 vjet, kam pasur shfaqjen time të parë si i vogël në një skenë. Veç 8 vjet i ke pas? Po, vetëm 8 vjet, domethënë, e maj mend si fëmijë që... Që shke arrit me... Patyshëm edhe mendimin e prindit në këtë rast? Absolutisht. Mendoj që na, prej sa e di vetin, jam në këtë lami dhe gjithmonë kam dashur të krijoj një lloj prapavije profesionale për me pas qëllime edhe më të mëdha, për me pas një lloj bashkëpunime edhe më të mëdha me jo romët, për me vërtetu që krijohet dhe përfitohet ato çka e dëshiron, për në qoftë se ki mendim pozitiv dhe sukses në jetë dhe punë po ashtu. Dhe kjo ishte domethënë prej zvoglimit deri më tani që miremi me teatr dhe miremi... Dhe shta me të pyet, atë kujtohet që ka pas titullin, ose çfarë teme ka pas? Se shfaqja e parë para sarohet. Shfaqja e parë ishte Anodrom thirret në rrugë, ishtin domethënë një skenë imagjinare apo surreale që thojmë në teatr, që një fëmijë i vogël i mban dritat apo zjarin në dorë dhe 12 vjeta e ngritin atë në ajër, për me tregu si është mundësia një fëmijë të lishohet në rrugë, që tregon një histori që një tragjedi që një fëmijë ka mbetur në rrugë dhe ajo tregon prej neve se si është e mundur të krijohet që kjo një lloj realizimi që një nën të lishon fëmijën e vet në rrugë. Dhe unë aty si fëmijë mbaj mend që fëmijën e kam ngritur në ajër dhe po ashtu i kam pasur edhe 2 zjarr në dorë, ata që i mbaj mend mirë. Se pas ke arrua, qoftë edhe pse pas ke qenë në det i vogël, kështu në moshë, fëmija, nuk e ke arrua asnjëherë. Mirë, po ndoshta edhe kjo fryma, qoftë edhe familjare, gjithmonë ke qenë i lidhur edhe me shfaqjet, me teatrin. A ke menduar ndonjëherë që pikërisht do të arrish ta çosh deri në fund, që ke arrit edhe të bësh pikërisht regjisor? Absolutisht, rrugtimi... E ke ti gjithmonë, domethënë, qysh prej ke qenë i vogël? Po, shiko, vetbesimi është diçka shumë i mirë, po edhe ashtu është i keq. Po mendoj që në këtë aspekt më ka reflektu për të mirë, sepse i vetmi sen që ka mundet me dallu prej me dhe te është dija. Dhe ato që nuk di nëse e shkëmbjen me mu, besoj që mundemi të barazomi. Dhe në çdo sferë nëse mendoj që e di qatë punë me vodë dhe kam një lloj provoje dhe nëse krijon një lloj autoritet, mundesh me përfitu ato edhe me pas një rrugtim ashtë të suksesshëm. Dhe kjo nuk vlen vetëm prej teje, po edhe prej rrethanës që i ki, po pa dallim prej rrethanës ti gjithmonë duhet me pas atë lloj cakun që dush me arrit. Dhe mendoj që ky rrugtim që u kon i paka shumë i planifikum që një ditë e ditës do të krijohet një dokumentar i vogël me metrazh të shkurt, pak më madh derisa vim deri në sistem pak më të madhe për me pas edhe buxhet më të madh të projekteve të dokumentarit për me pas edhe ekip më të madh të dokumentarit, po ashtu që kjo për me na përfitu po edhe kinematografin ton të Kosovës, po edhe pse mos me reflektu në shtetet të tjera si të informum për kinematografi. Po, me qenë se e dim që ndoshta si profesion është goxha i vështirë, qoftë edhe me pas bujt madhe ose me dëpërtua, ka qenë e vështirë për ty, për shembull, a është dash me punu ndoshta 2 fesht, 3 fesht, apo për shembull për krejt ata që dëshirojnë me marrë rrugën e një regjisori,
qoftë edhe rrugën e artit, sepse dim që ndoshta tek ne është një profesion që nuk paguhet aq sa duhet, po themi, aq sa e meriton. Ajo kishe sugjeruar në këtë rast të rinjve që vetë se kanë dëshirë me marrë edhe rrugën tënde, pse jo? Absolutisht. Unë mendoj që regjia është një punë që ka gjithmonë ndryshime dhe gjithmonë është e pa planifikuar dhe kur nuk e ki të pa planifikum një punë, atëherë është pak ma atraktive dhe besoj që njerëzit që krijojnë rutinë. Do thonë njerëzve që i pëlqen adrenalina, a? Njerëz që, po absolutisht, njerëz që janë piknisje të me pas, do me thonë, një ritualitet të ditës, për ata nuk i sugjeroj, por për njerëz që nuk e kanë problem as pak të orarin, se mas pari këtu në orar nuk e ki të caktume. Ta ka qenë mas shumë të që ki. Absolutisht, e maj mend se me montazherin Hakan Karamuqen, i cilin e falenderoj për punën që e ka bo, në rasti me ne dhe në 4 mëngjesit, mu që me arë në ora 9-10 prapë me punu prej asaj, që me pas një loj kronologjia, ashtu që kena dash me pas në dokumentare dhe hej, pa dalim hiq e ka pranue dhe e ka punu po aqë profesional sa është edhe vetë. Mendoj që personazhet ose njerëzit që dojnë me pas qëtë profesion janë njerëzit që duhen me hulumtu çdo sen. Se që thojnë edhe njerëzit, regjisori duhet me ditë çdo sen, duhet me hulumtu, mu munu me ditë çdo sen për me pas informacione për çdo sen edhe me bo çdo punë. Se prej asaj duhet me marrë, do me thonë, një lloj mendimi që duhet me kriju tani. Që kjo është mendimi. është e vështirë, ndoshta sepse gjithë i kena ditët tona kur ndoshta të nuk ndjehemi mirë, ndoshta na ndodh diçka. Çu do të mendoj gjithmonë në këtë rast kreativ dhe gjithmonë mendja duke të punu për me një ide të radhës këtë rast, sepse e dim që ndoshta jeta e ka dhe ato sfidat e veta, por që regjisori, qoftë aktori, qoftë gjithë ata që ndjekin artin gjithmonë e kam përshtypjen që duhet me nejtë të motivuara. Absolutisht, unë me këtë thëmë një fjalë që cilën e përdorë gjithmonë profesoresha ime Saadet Beqiri prej dramaturgjisë, thotë magjia është në letër. Edhe për mos të ishte letra, nuk do të shfaqet as filmi, as aktori, as publiku, kur gjë. Edhe piknisja e një rrugtimi, do me thonë për me motivu vetin, fillon prej letrës, kur t'ja nisish me shkrujt edhe paka shumë ajo t'hinë edhe t'shtin me një botë, me një dimenzion të asaj. Edhe kur e ki një dimenzion largosh prej botës reale, prej internetit, prej platformave sociale, kryon një botë që është shumë e nevojshme për ditët e sotme, tu e ditë që digitalizmi apo rrjetet sociale kanë rëmby emocionet të vërteta, ajo të jep më shumë pozitivitet dhe të jep më shumë gjallëni që je ai person që je. Dhe kjo të bën të ndihesh të lumtur, dhe në momentin që ndihesh të lumtur, pa dallim çfarëdo lloj profesioni që bën, unë mendoj që ajo të krijon pa dallim një lloj perspektive për ty për me bo që ato. Po, mirë po ku e gjejmë Benjaminin ndoshta motivin? Është edhe mbështetja që i vjen prej familjes, përmend edhe prej pedagogëve në këtë rast, apo është një farë vullneti që të vjen kështu natyrshëm? Kur e ki ashtu kohën ndoshta edhe gjatë ditës që thu, okej, qëtash është momenti, po shru diçka, merr ideja, natën, ditën, mëngjes. Zakonisht unë... Apo veç pjana jo shkuaj? Jo, zakonisht unë e inspirona prej muzikave. Zakonisht këngët tradicionale rome, me thonë apo jo edhe jo rom, po edhe këngët e tjera klasike, nëse kryon do me thonë një lloj ideje tek unë, direkt ato e kryoj dhe filloj të mendoj se si mund të kryoj si metafore në film, apo të kryoj si lloj simbolike në dokumentar, edhe jo vetëm në dokumentar, por edhe në vijim edhe në teatr, sepse teatri është edhe më mirë, edhe më gjerë për me kryu metafore edhe simbolike, për me pas një protestë shumë të madhe kundër publikut, për atë që dëshiron të tregon. Dhe mendoj që muzikat zakonisht e prekin pak atë lloj gjendjen tonë emocionale dhe ajo të kthen, të reflekton pozitivisht në profesionin që e ki. Po, e përmendëm ndoshta edhe teatrin, edhe filmin, dokumentarin, ku qëndron më shumë Benjamini
apo ndoshta nuk mundesh me bo këtë ndarje? Absolutisht, dytë janë si fëmijët e mi. Mendoj që... Hajde, zgjedhë njërën. Mendoj që teatrin absolutisht nuk muj me nda, se teatri është një emocion krejt ndryshe dhe ajo është një botë kuptim për mu krejt, se aty ishte piknisja ime. Pa dallim tek filmi prej manevrave, prej krijimeve regjisoriale që mundesh me bo, në teatr nuk mundesh, sepse aty si të vjen muri 4 edhe publiku e sheh ato çka është, nuk mundesh me kthy me fshi me bo. Mundesh me ika. Absolutisht. E mendoj që puna vetëm aty nuk mundesh me pas pishmanllëk që thonë, nuk mundesh me pas një lloj ndjenje që a muj as muj, kur të hish dush me hi me gjithë zemër edhe me gjithë vullnet dhe aty reflektohet me njerë të publiku që nuk e ki bo ose nuk e ki dhon hakun asaj që u duft me adhon. A ka pas, a ka faktikisht momentet të tilla, ndoshta që ne audienca nuk i vërejmë, po që diçka ndoshta nuk shkon ashtu që ç'duhet, po mirë po ju si kast të mundoheni me bo më të mirën edhe ndoshta nuk vren këto problemet e vogla. Absolutisht, shikon punojmë një muj me lexu tekstin, provat leximit bëjmë tani dalin në mizansken, pas mizanskenës kryojmë domethënë ndërlidhjen e skenave apo regjin e shfaqjes, momentin që dalim domethënë në teatr, vin ajo farë momenti që mundet me harru tekstin, apo vjen në farë momenti që e ki harruat televizën që u duft me bo. A improvizoni diçka aty për aty, sepse... Mendoj që teatri është zinxhir, ose kjo punë është zinxhir, edhe momentin që njoni nuk është i lidhun të ai tjetri, nuk krijohet ajo harka, bëhet vetëm një vi. Edhe zakonisht vijet nuk i preferojmë në këtë proces, patjetër duhet me pas një lloj zinxhiri, sepse ai kolegu jot nëse nuk të mbron, apo nuk të rajkujton, apo nuk të kamuflon ato gabime që ai ki bo, atëherë nuk është e nevojshme të krijojsh një lloj arti për njerëzit, sepse mas pari duhet të reflektojmë dashnin, tani të reflektojmë mesazhe tjera. Nëse reflektojmë direkt hidhrimin apo nervozën apo një lloj mendimi negativ tek publiku prej vetë realitetit, atëherë nuk kena me mujt me pas një lloj ndryshimi në këtë botë. Dhe ajo pak nis, domethënë, me pas me koleg një lloj pozitiviteti, me a kamufluat gabimin që e ka bo dhe padyshim publiku nuk ka ardhur një muj me pa shfaqet provat, aty domethënë e vetë me sen. Atë rezultati, në fund edhe krejt energjinë që e keni edhe në skenë. Benjamin, jemi drejt minutave të fundit, doja ndoshta me na tregu pak a shumë edhe për planet dhe për idetë të reja që do të vijnë, cilat do të ishin disa prej temave që kishe pas dëshirë me i trajtu në VM, apo a ka ndonjë projekt, edhe pse tashmë veç se është finalizu një, ndoshta do të me pushu pak, Duhet me pushu pak. Po besoj që çdo rrugtim, çdo përfundim e ka një fillim të vetin, edhe që kjo do të jetë një fillim edhe për projektet e tjera. Unë si vetë Benjamin jam shumë i gatshëm të punoj për sferën kinematografike dhe teatrale për komunitetin edhe për jo komunitetin rom, që kjo do me thonë nuk ka me pas një lloj përfundimi tek unë. Unë jam i gatshëm për me punu në çdo lloj sfere artistike, për me pas një kontribut njerëzve artdashës dhe çdo lloj projekti i ri që ka me ardhur nesër mas nesër, ato me gjithë qef ka me implementu qysh e ka me implementu edhe projektin Horo Ano Boro. Po, si përfundim, cili do të ishte një prej filmave, regjisorëve, ndoshta që do të kishe pas dëshirë me bashkëpunu, pse jo? Të Kosovës? Edhe të Kosovës edhe pse jo dhe të huaj? Për Kosovë besoj që Mahir Musliu është edhe Fatos Berisha, profesori jem, janë dy personazhe shumë të rëndësishëm, që kisha pas qef të bashkëpunoj me ata, si asistent, padyshim, por edhe unë jam një fanatik shumë i madh i Christopher Nolan, padyshim ai është një regjisor shumë dimensional në sferën kinematografike. Së pari, mas
Christopher Nolan edhe Quentin Tarantinon edhe Martin Scorsese'n e adhuroj edhe i lakmoj punën që i boj edhe shumë herë motivona prej punën e atynve që kanë arritë do me thonë kinematografin me pru në nivel shumë të madhe, shumë dimensionale. Çdo lloj bashkëpunimi, çdo lloj rrugtimi për mua është me çdo personazh që mirret me art për mua është pa dallim, domethënë. Edhe ndoshta mundemi me të pritë edhe me këta emrat të regjisorëve të famshëm, pse jo, një ditë edhe padyshim që kur ekziston qoftë edhe dëshira, nuk ka asgjë që nuk bëhet, kështu që patjetër të uroj suksese shumë Benjamin në rrugtimin tënd, i cili vetë se ka fillu qysh edhe vite më parë, po besoj me i dhonë edhe frytet e tij, po të falenderoj shumë që ke qenë prezant dhe ke shpalos një anë tjetër që ne nuk e shohim çdo ditë, sidomos në televizionet tona. Të falenderoj shumë edhe sukseset, qoftë edhe në projektet e tjera, po shpresojmë që filmit na vi dokumentari edhe në Prishtinë, ku edhe ne do të kemi mundësi me pa. Absolutisht, do të mundona, do me thonë, me pas që të loj mundësie për shumë personave që kanë kërku dhe pa dyshim se jo edhe me pas këtu edhe në vendet tjera. Faleminderit shumë edhe njerë për kohën edhe suksese dhe të presim sërish, pse jo. Faleminderit për juve për ftesën. Faleminderit edhe juve shikuesve, ne erdhëm edhe drejt fundit të emisionit për sot, po ju falenderoj shumë që keni qenë gjatë kësaj kohe me neve nga unë 2 ora. Mirëmbëjtje.